Është publikuar kontrata e lobimit që i jepen $6 milion që të lobohet për Partinë Demokratike në administratën Trump. Si shikoni këtë kontratë? Së pari, në ligjin federal amerikan, lobimi nuk është i paligjshëm. Sipas legjislacionit amerikan, lobuesit dhe porositësit kanë të drejtën të bëjnë porosi dhe shërbimi kryhet me pagesë, sepse në një jetë kapitaliste asgjë nuk i dhurohet falas. Një kjo. 2. Partia Demokratike, një parti parlamentare, merr të ardhurat nga buxheti i shtetit. Edhe sikur të jetë një lobim i cili bëhet nga qytetar shqiptar, po jeton jashtë shtetit, Partia Demokratike nuk ka përgjegjësi penale, as civile, as administrative, për arsye se sipas ligjit federal bëhet puna e lobimit. Kostoa e lobimit është thjesht një, do thoja, përpunim të lajmit, thjesht sa për të bërë lajm, po pa qenë lajm, sepse pikrisht Partia Socialiste ka bërë edhe ajo vetë lobimin e të ardhmen, edhe në të shkuarën e saj. Pra, pse nuk janë shpallur ose më mirë nuk janë bërë lajme lobimet e Partisë Socialiste dhe bën pikrisht për Partinë Demokratike? Çfarë frikson zotin Rama ky lobim? Kjo kontratë. Për mendimin tim është ajo që ai ende nuk po e beson akoma, që linja Trump nuk është më e atashuar pranë qeverisë shqiptare më në krye Edi Rama. Pse? Se pikrisht ekziston fakti. Kush është fakti? Në 2016, zoti Rama ka dalë publikisht dhe ka folur keq për presidentin aktual të Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke e cilësuar atë si një njeri ignorant. A mendoni se ja ka falur Trump? Jo. Po sekreti kush është? Falja nuk erdhi kurr dhe në asnjë moment dhe u desh një foto e stisur të bënte sikur u bë takimi, por në realitet nuk ishte emri i zotit Rama. Skandali Bilalin mos gaboj. Nuk është falur. Nuk falet kurrë, amerikanët kanë një sekret. Pabesi nuk ta falin, ignorancën ta falin. Po jo pabesin. Pra do të thotë që zoti Rama nuk është i falur nga administrata e Trumpit. Pavarësisht se zoti Rama ka thënë që kam ftuar familjen e Trumpit për investitor strategjik në Shqipëri. Por zoti Rama duhet të kuptojë që Shqipëria nuk është pronë private, por është pronë publike, i takon të gjithë shqiptarëve. Ky lobim është thjesht sa për më bërë lajmin e ditës për të hequr vëmendjen nga situata kaotike që po kalon Partia Socialiste. Partia Socialiste është në luftë të brendshme pas arrestimit të Erion Velis. Pse e thonë këtë në luftë? Çfarë po ndodh? Sepse Partia Socialiste ka bërë edhe vetë ajo lobime. Zoti Soros, Aleksi dhe Gjorgji, a janë këta lobues në Shqipëri? A janë këta lobuesit të atashuar pranë Partisë Socialiste në zë dhe figurë dhe madje me figurë të shumë rasteve që zoti Rama ka bërë foto me djalin e George Sorosit? Pra do të thotë, çfarë diferencë pas ka një kontratë 6 milion me një fondacion dhe me një individ i cili takon kryeministrin e vendit? Pse duhet të bëjmë një krahasim të tillë në kuptimin gjithmonë të vlerës monetare, kur të dyja rastet janë paguar në mënyrë të ndryshme? Që do të thotë, pas kësaj lufte që bëhet për lobimin, për Partinë Demokratike, fshihet një luftë e brendshme brenda Partisë Socialiste. Aleksin Rama ja mori Erionit, apo Aleksi shiti Erionin dhe është i detyruar të rri me Ramën? A quhet ky një lobim? Avokat, kam një pyetje. A do ishte më, themi, do ishte më e pranueshme për publikun nëse zoti Berisha do dilte publikisht dhe të thoshte, shikoj, në kushtet ku jemi, gjendur përballë një opresioni, siç thot ai, të
makinerisë parave të pushtetit, Partia Demokratike ka vendosur që të bëjë një kontratë lobimi prej 6 milion dollarësh. Dhe këta lekë vinë nga emigrantët, nga emigrantët dhe do shkojnë për këtë punë. Ne nuk imponojmë dot legjislacionit federal amerikan se si bën për lobimet. Nuk detyrojmë dot shtetin federal të merret me imponimin e ligjit tregtar të tyre. Se kemi këtë autoritet. Po as ai institucion nuk ka autoritet të na imponohet ne se si ne do të bëjmë politikën tonë fiskale, tregtare dhe civile në Republikën e Shqipërisë. Sepse janë dy sovranitete të ndryshme. Pse dikush ka porositur një kontratë shërbimi ndaj Partisë Demokratike, që janë qytetarë shqiptarë që nënshtrohet legjislacionit amerikan dhe ligjit tregtar amerikan, nuk e kuptojmë pse ne duhet ta vendosim me pikpyetje këtë gjë. Dhe pse ne duhet ta vendosim në paragjykim, akoma më e tmeshme kjo. Pra, paragjykojmë një kontratë që ende nuk është formalizuar ashtu siç duhet, paragjykojmë ardhin e disa individ në Shqipëri akoma pa parë asgjë, paragjykojmë një veprim pa u kryer në mënyrën e duhur, që të themi a ka të bëjë me pasoja civile, penale apo të administrative. Pra, nuk ka të bëjë me moralin këtu. Ka të bëjë që ne në politikën tonë të brendshme kemi parë që keni zotin Rama që ka bërë lobim, zotin Berisha që ka bërë lobim, zotin Meta që ka bërë lobim, zoti Velia ka bërë lobim. Zoti Velia ka bërë lobim duke ardhur avokati nga jashtë për legjislacionin e Shqipërisë. A quhet lobim kjo apo jo? Pra do të thotë, cila është transparenca? Çfarë transparencë po kërkojnë disa? Është e kot. Transparenca, sipas ligjit ton tani të brendshëm, bëhet në 2026-ën, kur partitë politike deklarojnë shpenzimet që kanë bërë gjatë fushatës dhe kontratat që ata kanë bërë dhe kanë nënshkruar, i deklarojnë në faqen zyrtare të KQZ-s. Çdo ligj është imoralshëm sepse kemi të bëjmë me zakonet e mira, që do të thotë në rast se ne normojmë në ligj kontratën, kontrata që bëjmë ne të dy është një marrëveshje. Pra ka forcën e ligjit kontrata. Në rast se ti më shkel kontratën që unë kam bërë me ty, atëherë unë i drejtojmë gjykatës sepse ti nuk pate moralin dhe vullnetin ta çosh kontratë deri në fund. Me Gonigal, a ishte një gjë amorale? Unë besoj se po. Ishte? Po. A u dënuai një person? Po. A ishte ai i cili punoi përkundër politikanëve shqiptar që të favorizonte qeverinë? Po. Nuk e them, unë e ke në website-et më të mëdha ndërkombëtare. Shiko, çmimin e dhanë 2 televizione. Kur e japin ato 2 televizion që unë nuk marr pjesë asnjëherë, dihet kush është destinacioni. E hoqi nga sfera ose nga niveli i seriozitetit Juri Kime, e cila ishte lobistja më e madhe që asnjëherë nuk u hetua për rastin pse ka lobuar kaq shumë që Partia Demokratike të kishte krizën e brendshme me justifikimin e nën gradës. Sikur nën grada do merrte në qafë Shqipërinë.